OSBE-ODIHR ka publikuar raportin e përkohshëm për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në raport thuhet se zgjedhjet po zhvillohen në një kontekst ndryshimesh të rëndësishme në sistemin zgjedhor, përfshirë mundësinë e votimit nga jashtë vendit për herë të parë. Ky zhvillim konsiderohet si një hap i rëndësishëm drejt forcimit të demokracisë në Shqipëri dhe një test i rëndësishëm për institucionet demokratike të vendit, veçanërisht në kuadër të negociatave të vazhdueshme për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Mjedisi politik mbetet i polarizuar dhe i karakterizuar nga mungesa e besimit mes dy partive kryesore. Disa rekomandime si heqja e pragut kombëtar për kandidatët e pavarur dhe ndalimi i kandidimit të liderëve të partive në disa zona zgjedhore janë realizuar, por shumë rekomandime të tjera mbeten të paimplementuara, thuhen ndër të tjera në raport. OSBE-ODIHR flet dhe për angazhimin e partive në rrjetet sociale, ku nënvizohet se partitë e vogla janë më pak aktive në këto platforma, duke krahasuar me Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Sa i përket shpenzimeve të fushatës, evidentohet rritje, ndërsa problematike mbetet ende raporti dhe censura mbi mediat.